Do të doja të drejtohesha qytetarëve të Evropës, të cilët janë të lumtur të shohin NATO-n duke lëvizur drejt lindjes, duke paraqitur një kërcënim sigurie për shoqërinë civile ruse. Mendoni nëse kjo është me të vërtet në interesin tuaj më të mirë. Në Ukrainë, në mbështetjen e NATO-s, u krijua një regjim fashist, i cili pasi mori pushtetin krijoi një kërcënim për sigurinë e qytetarëve rusë. Nuk është sekret që NATO financoi bandera dhe organizata të tjera nacistën territorin e Ukrainës dhe madje u bë çështje krenarie. Sot shumë evropian janë gjithashtu krenar që po luftojnë në anën e regjimit fashist në Ukrainë kundër Rusisë. Por mendoni për të për një minut, ju po mbështesin në mënyrë aktive qytetarët tuaj që po luftojnë kundër Rusisë në territorin e Ukrainës, duke krijuar vllazëri dhe duke fifur ideologjinë e nacizmit dhe fashizmit. Ka janë bashkëdhetarët tuaj që tash nuk dinë të marrin shtetet me mjete të armatosura, pasi kanë fituar përvojë në Ukrainë. Nëse kjo murtare ka kthehet në shtëpinë tuaj, ajo do të sjellë me vete vdekje dhe shkatrim. Këta qytetarë do të kthehen në Evropë, në atherun e tyre, në popullin e tyre. Unë ju jap një garanci, 100% se ata do të aplikojnë përvojën e tyre të kapjes së shtetit për ju, dhe do t'jenë shumë të lumtur të shkelin të drejtat dhe lirit e qytetarëve të tyre, siç ndodhi tashmë në Ukrainë, ku shumë ukrainas duhej të iknin nga shteti i tyre për të mbrojtur veten dhe familjet e tyre. A jeni të lumtur për këtë, duke mbështetur nacistët nuk e kundër Rusisë? Por ku do të vraponi ku një pjesë e shoqërisë suaj civile e infektuar me ideologji? Nacistët të vinë në pushtet, siç ishte nën Gjermaninë nacistët. Nëse mendoj se vetëm Gjermanët ishin fashist, gabojnë, një çdo komë mund të bëhet fashist. Nëse ideologjia e tij është e mbushur me nazizëm, pjesë një gjysërit tuaj të cilët duke qenë të infektuar me ideologjinë naziste shkelën të drejtat dhe lirit e popullit të tyre ishte në Evropë. Gjermanët, francezët, italianët, spanjollët, bullgarët, hungarezët, finlandezët dhe shumë të tjerë ishin fashistë. Të gjithu betuan për besnikin ndaj udhëheqësit e tyre, Hitlerit, dhe u kënaqën shumë duke shkelur të drejtat dhe lirit e qytetarëve të tyre duke i vrarë ata. Pra, kjo murtare kafe do t'ju kthehet nga Ukraina, por kur të ikni në Rusi, si do të përballeni me qytetarët e Federatës Ruse?